Mësimi i radhës thotë kështu. Nuk mund ta bësh xhumin të qetë ti i cili nuk e ke falur namazin e yatsis. Po, s'mundesh me bëu xhumin e qetë, sono, se xhumi, do të thonë xhumi si xhum, nuk do të thonë që jastiki ta bie xhumin. Absolutisht. Qetësia ta bie xhumin. Kur je i qeti, kur fal namaz e kur s'fal namaz. Do të thonë nëse e mendon që kur fal namaz ti je i qetë, atëherë me do e mos, ti me qetësinë do të thonë që e kje, ti ka me zon xhumi. Punëtor që punojnë për shembull gjatë kohë, kur shkon te shtëpia, ai veç e fal yatsin, se ai mundet me fletë edhe pa e fal yatsin, e fal yatsin mundi e rrezet xhumi. Do të thonë pointa është që mos me lën në asnjë mënyrë caktuar mos me lën namazin e yatsis. Po e lave namazin e yatsis, mase shejtani këshire e ka një strategji shumë i fortë shejtani këtë rast. Çish mbrohen farzët e Allahit, duke ja bashkangjit sunetet. Çish mbrohen sunetet, duke ja bashkangjit nafilet. Shejtani punën e parë çka të bën ti, të bën që kur çish mos me boti nafile. Kur të fiton që ti një vjet s'ki bën nafile, ja nis shumë as sabërli shejtani. Shejtani a sabërlia që zgutet as një moment. Ti ka fitu ti nafilet. Edhe kur ti fitoj nafilet e shes sunetet. Dhe njerë pi fal sabaj, dhe njerë pi fal, dhe njerë takşamit, edhe ja nis leve, veç fale farzin. Edhe këtë me farz. Kur të zhvesh edhe prej suneteve, vallahi billahi, mos i të zhvesh pi suneteve, dashte ka me tilan, ka me tabu që edhe kimi lan edhe farzët. Domethënë e jona është për ta kuptuar se kur ta fash namazin e yatsis, bashkangjitja vitrin. Se s'ka fol për vitrin aty. Bashkangjitja vitrin se pejgamberi alayhis salatu wasalam 99.9% rasteve ka fal vitrin. Mos mush mi fal 3 fale një recat. Një recat fale, bram ta kish vitër. Nëse je çaçilot. Apo mos bie kur qysh në xhumin tan pa e fal namazin e yatsis. Thonë është sfidë e madhe namazi i yatsis. Se është një rast për më ndërlidh kësajna, është një rast tjetër. Ka qenë një usta, elhamdulillah shkupi ka shumë usta, çarshin e vjetër, edhe ka qenë një usta e ka pat një qirak. Ai qiraki mirë. El qirak që ka dash me mësu që shfitot dinari halal. Elhamdulillah kina 3, po edhe ato që s'janë në mi thirr për me ardhë me mësu që mësot, do të thonë, dinari më fitot halal. Dhe shkon te zanati vet. Edhe mas një periudhë ja ban një pyetje ustaj, thotë, "O usta, sa herë që du me bë mirë, vjen e keqja më ndal të mirën. Sa herë që du me bë keq, vjen e keqja më ndal të mirën." Do të thonë e kundërta. Unë du me bë mirë, e keqja vjen më ndal. Du me bë keq, e keq, do të thonë vjen e mira më ndal. Thotë, "Çka me kjo punë ima? Mundesh më shpjegoj." Usta i meçu. Ato janë të meçme, di pse se. Tani jetë kanë jetu me halal. Kur ti jetesh tani jetën me halal, suno, Allah ti jek do perde që tjerë nuk shohin ti ke pa për te asaj. Ja më thotë kjo gjendje jote kanë sigur lufta e dy hyçnive. Thot tan kohën ha njëri me tjetrin, thot a di cili fiton? Thot nuk e di, thot ati i cili ti jep më shumë buk. Ai na ti dhon në buk sunetit që mos më up farzin? Ai na ti dhon në buk nafilës që mos më up sunetin? Ai na ti dhon në buk farzit që më na stabilizoj jetën? Do të thonë ti lip me ushqe non stop vetëm me namaz. Non stop, do të thonë ndalëm me tash këtu në zyre, sa rin telefon, sa e ban një muhabet ko. Çu fali 2 rekate namaz nafile. Kanë më të desh, njëri kur ti se në vosh, ka me lip më shumë ti. Kthem ta qafi djalin tem që këndejmë, pashallah tani ne çfarë namaz. Ose më thonë njëra astaghfirullah. Do të thonë, kjo është ajo shkolla që lip më ri për 3 të çdit niyetek. E kupton? Ri për 3 niyetin tan shpeshher. Ri për 3 sono namazin e yatsis e fali se ndodh që edhe muslimani neglizhohet për shembull. Bosh neglizhent. E pse bosh neglizhent? Ta tregon nisen. Bosh neglizhent se ti e fal yatsin e ti vetëm me hek çalfe. E kam treguar një shembull është shembulli kam i treguar 2 shembuj. A kena kohë? Sa dush fol, kënaqo. E kena për ma ta shpjeguar një situatë më ndryshe. Pse njëri nuk e shjon namazin? Njëri nuk e shjon namazin për disa arsye. E para, edhe ky që është që ka shumë gjunahe. Ademi alayhis salam, kur e boni një gjuna, e ka bësh një gjuna Ademi alayhis salam, tan kon ka lip mu pendu. Edhe ja fal Allah azza wa jall. Ne sa gjunahe kena 1 milion gjunahe. E për t'ja bashkangjit si shembull një shembull. Menoj e ki 2 kera. Një kerë nuk e ka asnjë grith. Një kerë është këtë gritha. Ka cilësh ka gritha. Edhe him me një udh me këtë kerin që s'ka asnjë grith, ja bën një grith, dhëm zemra do me ndreq apo. Me këtë kerin që e ka 100 gritha, 1000 gritha, ja bën edhe një grith, habe se i ka 100.000 smani që e bëhet edhe një. A disi që shembulli? Sikur shembulli i Ademit, ai që e ka një grith, edhe shembulli tjetër, shembulli jon që kena në qindra gjunahe. E pse se shijojnë namazin e kena shumë gjunahe. E dyta, pse nuk kena tamam namaz. Apo shembull me 2 kera. Ose shembull me 1 kerr. E ka tregu këtë shembull një hoxhi i madh. Edhe këtë më ka met kjo, do të thonë, e përdori shpesh të çështja namazit. Ku e blen ti kerin, edhe pse blen ti kerin me të vozit, më kënaq me kerr. Edhe kur e blen kerin, ti hip kerit kënaqesh. Po merre një litar edhe kap e kerin bajë në shtëpi. A e shijon? Kors mundesh me shiu. Të bëhet bar, edhe namazin mos e bën bar. Himbe namaz kënaqu. Pejgamberi alayhis salam. Do të thonë, pejgamberi alayhis salatu salam, se ne ka dallim
mu rahatu prej namazit edhe mu rahatu me namaz. Shumë dallim i madh është. Ka dallim mu rahatu prej namazit edhe mu rahatu me namaz. Ne rahatomi prej namazit. E fala heka gajlen. Pejgamberi alayhis salam kur ka mas kesi ka hin namaz, rahatu me namaz. Se është një thënie dietarëve thonë, nëse namazi jot sot nuk ti zgjidh problemet e tua në jetën tënde, çka pret namazi jot ka me sytin xheneta? Nëse namazi jot nuk ti zgjidh ti gajlet, problemet me risk, problemet që i ke në jetën tënde, në vazhdimsi që i ke, nuk ti zgjidh tu, a mendon se çka namazi jot ka me sytin xheneta? Do të thonë, non stop njëri li me shku te perfekcionu namazin. Kur s'ke me mujt me botin 100%. Omer radiallahu anhu, shembulli i Omerit. Kur pejgamberi alayhis salam i thotë çysh vlerësot namazi, thotë çfarë sa i koncentrum. Thot tamam, thot nëse falesh 100%, thot kam ta dhënë gjybën time. Lidh do të merri, bismillah tu fal namaz. Në fund namazi shkon menja, thot a kam dhënë gjybën e rejat vjetër. Edhe Xhibraili e informon Muhamedit alayhis salam i thot o i dashmi i Zotit, o i përzgjet i Zotit sallallahu alaihi wasallam, thot Omerit i shkon menja a gjybën e rejat vjetër, thot tu paksu Omer. Para mendo, a neve namaz Medina Chelsea të keri, shtëpia, harxhi, këtë kujton. Futbolli, këtë senat ku shkojnë namaz. Do të thonë, po enda është ne me pa të koncentrimin namaz edhe asse si kjo është këshill, do të thonë mos me lën asnjëherë namazin e yatsies pa e falë.